atë rrugtim? Është normal se në atë kohë ka qenë komunizëm dhe unë kam qenë i papërshtatë, se unë edhe si student kam fillu në këtë xhami, për 79 si student, para kësaj kam qenë në një xhami ma poshtë në Isabek, një vjet, edhe këtu kam ligjëru, atyre diçish u ka duk si ndryshe, do më thonë si fjalim ndryshe për atit fjalimeve, apo ligjërata ndryshe për më të parave, sa ato xhallarët e parë normal kanë qenë shumë të kufizu, ose ka qenë të përcjellur. Mirë po pak ne ndishim veten më ndryshe, por kishte kritika, vërrejtje, konkret ju thoshin organeve të Bashkisë Islame me ata çfarë mendon ki është në Kairo, mendon apo është në Medinë, ki duhet ta di se është në Jugosllavi. Kështu kishte vërrejtjet, mandi marrje në pyetje përgjigje. Dhe në vitin 1981 unë e kryeta fakultetin dhe duke u kthy nga Kairoja kisha apliku për në Saudi Arabi, në Riyadh isha pranu, edhe duke u kthy unë, ma kanë marrë pasaportën, edhe ma kanë bajt pasaportën 8 muaj, sa që më ka ikë mu pranimi atje, edhe që është ma e keqja edhe që sot dikush edhe mund edhe t'i vjen pak si habi, si çudi, se mrenda 8 muajve unë dash në çdo javë 2 herë me shkuna në stacionin biseda informative, 2 herë në javë, 8 muaj, 2 herë në javë. Ajo ka qenë një provokim. Kështu. Po unë nuk jam tërheke, kam vazhdu misionin. Ti ke besu në misionin tonë që kam ditë unë se ashtu duhet të jetë. E kam ditë, nga ajo që kemi lexuar për ulemat, kanë dhekë në burke, Imam Ebu Hanifja i kështu, ai tjetri, edhe nuk ka qenë shumë habi për mu, e kam ditë se që ashtu do t'jetë, edhe kështu që mbas 8 muajve, unë kam shku në Kairo, po pranimi në Riyadh mu ka anullu, se jam vanu normal, edhe unë jam detyru që ta vazhdoj magistraturën në Kairo me vetë financim, nga gjersa e babës. Në vend të asaj që ti isha. Sepse ti pas fakultetit ke vazhdu edhe magistraturën dhe doktoraturën. Kam vazhdu magistraturën, kam kry magistraturën qashtu si me qëto probleme, edhe mbas 18 viteve ndërprerje, që unë mbrenda atine 18 viteve me një jetë, me dëshirë, çdo vit kam shku nga 2 herë. Të shkoj në shtator, jo se në shkova, të shkoj në qershor. Iku qershori, vjen shtatori, 18 vjet. Nga punët që kam patur nga angazhimet edhe tani mbas 18 viteve kam shku dhe e kam vazhdu doktoraturën.